Po të lutem tani, do dëgjosh më shumë edhe disi tani. Vazhdo shtramo. Tjetër, flas me atë sa ka ajo, a kupton? Ne e bujnë që dojnë në e bujnë... Shiko, na miri dhe nga Edisa, është diçka që pritet. Se janë, Edisa ka hyrë në jashtë, le themi në sajdet të Mateos dhe Brikenës, kapet dhe me Mateon, kapet dhe me Brikenën, kapet me le themi njohjen që ata po bëjnë me njëri tjetrin. Miri po ashtu ka inat Mateon, pa tjetër dhe Brikenën nuk e do, dhe me të drejtën e plot, sepse funde fare ka vajtur për të fituar çmimin. Por kjo gjë nuk e justifikon gestin që po bëjnë këta, mimikat dhe shtrëmërimet që po bëjnë kundrejt Brikenës nga mënyra se si flet. Jo se është vetëm Brikena, mund të ishte, ku di unë, çdo njëri nga ata aty. E dim shumë të gjithë neve, e dim që bullizimi është gjëja më shpifur dhe më vrastare që mund ndodhi sot në shoqëri. Është e tmerrshme kur ndodh dhe nga njerëz të cilët quhen vipa. Por i lëm këta të dy me njën. Po më dhimbshme akoma, më le të themi në një farë mënyrë si thik pas shpine, është ajo që bën Gimbo. Tani duke ditur që ne të gjithë deri dje e kemi thënë wow, grupi pozitiv, Gimbo, Selin, Mateo, Brikena dhe Greta dhe Shëndriti. Kemi thënë gjithë, wow, bravo, grupi pozitiv, po ky grupi pozitiv pas ka pas, le të themi, një kameleon brenda, që nuk e di se ku do të dali. E kam parë të gjithë bisedën, jo po si ale pa ja thonë, unë Mateon e kam shok, e du, kësaj si ale pa ja thonë lafet para se dali, nëse dal do t'ja them. Këto gjërat konspirative të Gimbos, që nuk e di se ku do arri me këtë pjesë, por dhe nëse ka diçka që nuk i pëlqen te Brikena, se nuk e di se çfarë mund të ketë aty që nuk i pëlqen te Brikena, dhe nëse ka gjithmonë, duke ditur që ky e dashka kaq shumë këtë Mateon, sa që janë quajtur Mambo, për hatër të ati, për shembull, duhet ta respektoj Brikenën, ose nëse ka në një gjë që o thuaj në fillim, o mos ja thuaj tani për shkak të efektit të nominimit, se nuk është gjë e bukur, ishte shumë e shpifur ta shikosh. Ne e di si është muhabeti, ashtu siç ndodh, e dini pse ndodh bullizimi sot, për shembull nga të rinj, nga fëmijët, ndodh sepse kanë ardhur në jetë nga prindër të pa ndërgjegjshëm. Siç janë këta sot që nesër mund të jenë prindër dhe nëse këta janë duke bërë në këtë moshë kaq adulte, kështu, kaq sa vite janë sot, imagjino se çfarë edukate mund të japin fëmijëve tyre të ardhmen dhe vazhdojnë ta mbjellin diskriminimin, racizmin, bullizimin, ofendimin, degradimin, degenerimin e të gjitha zezat që mund të ketë një shoqëri njerëzore, le të themi. Por nëse vazhdojnë e përdorin këta, imagjino fëmijët e tyre se çfarë mund të bëjnë. Është e dhimbshme. Dakord, fëmijët janë fëmijë, po të vit e përmendur, të vi e bërë nga këta pjesa e bullizimit, është e tmerrshme akoma më shumë në një format ka i ndjekur siç është Big Brother. Unë e theksoj gjithmonë, e kam thënë, nuk është formati i tillë, nuk është formati i keq. Formati të jep ti mundësinë për të shfaqur veten tënde në të gjitha anët e mundshme që ti jep. Se si e shfaq ti, nuk të ka faj Big Brotheri. Patjetër që Bigu ka përgjegjësinë për shembull në këtë moment, patjetër duhet tikti, se fundi e fare Greta doli mbrëmje, i tha prostitut, i tha Joelës prostitut, dhe doli. Pavarësisht me të drejtë apo pa drejtë, kjo ngele për diskutuar videon tjetër. Por Bigu për shembull në bazë të rregullave dhe të ligjeve që ka, patjetër bullizimin nuk do ta lejojë në një farë forme dhe këtu shfaq një bullizim shumë i pastër. Gjithsesi, punë për ata.